Megjithatë, përkundër kërkesës së përsëritur me javë të tëra, as shefi i SHKUK-s e as ai i ÇKUK-s nuk kanë pranuar të flasin, duke mos dhënë leje as për intervista tjera të kërkuara. Kështu, edhe kësaj radhe, e gjithë hierarkia hesht përballë ankesave të ngritura. Vet Iljasa Fazliu thotë se nuk është ftuar asnjëherë për këto ankesa. Ku janë ato ankesa dhe kune e kanë drejtuar zyrtarisht? Kush i ka drejtuar? Kune ju kanë drejtuar kush? Drejtori i klinikës nuk e ka asnjë ankesë. Detyria nuk e ka asnjë ankesë. U drejtuar në klinikë të rrëllës. Ajo më thirr unë në herë me thonë kemi çet ankesë. Asnjëherë. Pikërisht këto qëndron edhe problemi. Po asnjëherë s'u ka thirr mua kërkosh me thonë që ne kemi çet ankesë. Betimi për drejtësi ka intervistuar ushtruesen e detyrës shefen e shërbimit të logopedis, e cila thot se për të gjitha ankesat kishte njoftuar gjithmonë hierarkinë. Përshëndetje zonja Raci, jam Albiona Hoxha, gazetare prej betimi për drejtësi, për shpresoj që s'po të pengoj. Kemi marrë disa ankesa, në fakt tetra ankesa prej stazherëve dhe për ndërmjet me logopedin Iljasa Fazliu. A kishte mujt më na tregu, a i keni adresu ju këto kërkesa me që na kanë thonë që kanë drejtuar te kjo? Ju lutem, ju e dini, besoj si gazetar që jeni që duni me marrë leje prej zyrës për media për çdo prononcim tonë. Unë veç muj me ju thonë që në secilën ankesë, qoftë stazherëve, qoftë personave tjere ku më adresu të drejtoria e ORL-s dhe ÇKUK-s. Ne realisht kemi bërë kërkesa për intervistë me juve edhe nuk kemi marrë përgjigje. Këto ankesa të kush i keni drejtuar më saktësisht? Ju lutem, për secilën ankesë, për secilën prononcim tjetër ju duni me ju drejtu zyrës për media. A ka qenë njoftuar edhe drejtori Unë veç muj me ju tregu që unë kom përcjell hierarkinë e institucionit, absolutisht. Kom adresu të drejtori klinikës, të drejtori ÇKUK-s, ata mbetet. Cila ka qenë përgjegjësia e juve si shefe e logopedisë? Të lutem kaq, nëse keni diçka më shumë i drejtoni zyrës për media. A është marrë ndonjë mos deri me tani në lidhje me logopedin? Merrni prej zyrës për media, merrni lejen, s'ka problem, unë jam e gatshme mu përgjigj. Ama jo në çet formë.